Zoja ndihmëtare, mbrojtëse e kishës dhe kujtesës kombëtare në Prizren. Në rrjedhën e gjatë të historisë së kishës, Zoti ka dashur që nëna e birit të tij, Maria, të jetë gjithmonë pranë besimtarëve, veçanërisht në kohë sprove dhe errësire. Me emrin ndihmëtare e të krishterëve, Auxilium Christianorum, ajo është përkujtuar si mbrojtëse dhe ndërmjetëse, jo vetëm në jetën e individit, por në historinë konkrete të popujve që kanë ditur t'i luten me besim. Kjo thirrje ka marrë për ne shqiptarët një kuptim të thellë dhe prekës dhe ka gjetur vend të nderuar në katedralen e Prizrenit, e cila i është kushtuar kësaj zoje dhe është shndërruar në qendër shpirtërore të famullisë dhe i peshqvisë, tashmë Prizren Prishtinë të Kosovës. Një titull i lindur nga historia e shpëtimit. Devocioni ndaj zojës ndihmëtare ka marrë hovë të veçantë në kishë që nga shekulli i 16, kur Papa Piu i V, pas fitores kundër Osmanëve në luftën e Lepantos 1571, shpalli fitoren si fryt i ndërhyrjes së Marisë. Në shekullin e 19, Papa Piu i VII, i burgosur nga Napoleoni, i u lut Marisë ndihmëtare dhe pas lirimit të tij, në vitin 1814, vendosi që 24 maji të festohet si dita e zojës ndihmëtare. Kjo thirrje ndihmëtare nuk është vetëm poetike, por thellësisht historike dhe shpirtërore, sepse e lidh Marin me kishën që lëngon, që vuan dhe që lëviz për të shpëtuar. Është një thirrje për ndihmë në kohë të vështira dhe historia jonë shqiptare është plot me të tilla kohë. Prizreni, aty ku zoja shfaq ndihmën e saj në histori. Famullia e Prizrenit është një nga më të vjetrat dhe më të rëndësishmet në trevat shqiptare. Historia e saj është e pandar nga historia e dioqezës Prizren-Prishtinë dhe vetë qyteti ka qenë qendër strategjike dhe shpirtërore që nga kohët romake. Nën Justinianin u njoh si Justinian e dytë dhe ishte nyje e rëndësishme tregtare dhe kulturore, që nga shekulli i tretë dëshmohet ekzistenca e një i peshqvie në këtë qytet. Por me pushtimin otoman, kisha në Prizren dhe në mbar trojet shqiptare u dëmtua rënd, të krishterët mbetën si delet pa bari. Megjithatë, pikërisht në këto rrethana, Maria, zoja si ndihmëtare, u bë një shenjë e mbijetesës së fesë, e përkrahjes së padukshme, por të fuqishme. Me këtë qytet të martirizuar, por gjithmonë besnik, lindën, vepruan dhe shërbyen figura të mëdha të kishës dhe kombit shqiptar. Dom Gjon Buzuku, Imzot Pjetër Bogdani, Imzot Matej Mazreku, Imzot Gjon Nikol Kazazi, At Anton Maroevici, Dom Mikel Tarabulluzi, Dom Gaspër Krasniqi, Pal Berisha, Dom Due Bityqi e të tjerë. Ky qytet priti edhe lidhjen e Prizrenit në 1878 që zgjoi ndërgjegjen kombëtare dhe ndezi dritën e lirisë në errësirën e gjatë 500 vjeçare. Katedralja Zoja Ndihmëtare, një monument i shpresës dhe kujtesës. Kjo kishë, ndërtuar nga Imzot Dario Buçarelli në vitin 1870,
Është e dyta më e vjetër në Kosovë pas asaj të Janjevës 1856. Është shuguruar me 31 tetor 1970 me rastin e 100 vjetorit të ekzistimit të saj. Ajo është shpirtërisht qendra e besimtarëve të Prizrenit dhe monument kombëtar me afreskun e Gjergj Kastriotit Skënderbeut dhe të Hunjadit si dy mbrojtës të krishtërimit në Ballkan. Në këtë kish janë rritur breza të tërë me shtarësh dhe laikësh, është ruajtur gjuha shqipe dhe është kultivuar ndërgjegja kombëtare. Pranë saj është hapur shkolla e parë shqipe në vitin 1840 me mësues Gaspër Krasniqin dhe Pal Berishën. Ajo ka qenë gjithmonë qendër e kulturës shqiptare dhe katekizmit katolik, një vend ku zoja nuk është vetëm simbol, por realiteti përditshëm i dashurisë së hyjit. Një histori që vazhdon me besnikëri. Që nga viti 1622 mund të radhiten me emër famullitarët që kanë shërbyer në këtë famulli, një varg i gjatë i meshtarëve të përkushtuar, duke përfshirë edhe Monsinjor Nikol Minin, i cili kishte një afërsi familjare me Shënën Terezen. Prizreni, dikur me mbi 1500 besimtar katolik, përfshinte edhe zonat si Atmaxha, Nashec e Grashdanik. Historia e kësaj famullie është në një farë mënyre historia e vetë kishës në Kosovë. Mesazhi i zojës ndihmëtare për ne sot. Në një botë që ndryshon me shpejtësi dhe shpesh harron rrënjët, zoja ndihmëtare na fton të kujtojmë, të besojmë dhe të shpresojmë. Ajo na mëson se ndihma e Zotit nuk mungon kurrë nëse ne i hapim zemrat. Festa e saj nuk është vetëm kujtim, por ftesë për angazhim, të jemi shenjë e ndihmës për të tjerët, të forcojmë fen, të duam kishën dhe adheun. Zoja ndihmëtare, pajtoria jonë, lutu për kishën e Kosovës, për popullin shqiptar dhe për të gjithë ata që i drejtohen Zotit me besim.